situata në Venezuelë deri në 1999 është pak e shumë sikur situata në Shqipëri nga viti 2004 deri në 2026, ku ne shqiptarët, edhe pse jemi një popull që flejmë mbi naftë, nafta jonë vjedhet nga kompania kanadeze amerikane Bankers Petroleum, dhe shqiptarët nuk marrin as taksa nga kjo kompani bandidësh amerikan. Pasi Nicolas Maduras vazhdoi që të rezistoi, që t'i shesi apo t'i fali pasuritë kombëtare të vendit vet. Sigur ja ka falë Edi Rama, ishullin e Sazanit, atij dhëndrit të Trumpit, Jared Kushnerin, apo sigur qeveria e Fatos Nanos, por edhe e Berishës, por edhe e Ramos, vazhdojnë që t'ja falin naftën e Shqipërisë amerikanëve. Nicolas Maduro, si një patriot venezuelian, si një marksist-leninist i vërtet, refuzonte publikisht çfarëdo lloj kërcënimi që administrata Trump bënte kundër tij.